Dy tece lundruese të cilat kanë bërritur në qytetin e Vlorës në shtator të vitit 2022 kanë nisur tashmë të prodhojnë energji elektrike. Më në fund, dy anijet lundruese të cilat u sollën në Vlorë në kulmin e krizës energjitike kanë nisur të prodhojnë energji, por prodhimi i energjisë së këtyre teceve vjen më tepër se 18 muaj me vonesë se ç'ishte parashikuar më parë në kontratën e nënshkruar nga Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë. Kompanive të cilat e kanë fituar këtë tender për ndërtimin dhe vendosjen e tyre në funksion janë dashur plot 18 muaj më tepër për t'i bërë gati këto të fundit për të prodhuar energji. Prodhimi energjie ky që vjen në një periudhë në të cilën nuk jemi më në krizë energjitike dhe situata mund të përballohet me prodhimin e hidrocentraleve në rang vendi. Vjen në një kohë gjithashtu kur vendi ynë jo vetëm ka dalë nga kriza, por mbi të gjitha po shet energji elektrike tek vendet fqinje. Por sipas informacioneve, prodhimi i energjisë të dy teceve lundruese nuk është ai në kapacitet maksimal, madje nuk arrin as në gjysmën e prodhimit të kapacitetit të përcaktuar më parë në projekt. Këto tece lundruese po prodhojnë energji, por me kapacitet minimal, të cilën kryesisht e eksportojnë jashtë vendit. Energjia elektrike eksportohet jashtë vendit, pasi tashmë po prodhohet me një çmim më të lartë se tregu dhe janë shtetet fqinje apo ato europiane, të cilat në emergjencë energjitike mund ta blejnë me një çmim më të lartë se ai i prodhimit që nxirret nga tecet lundruese, duke i ndihmuar këto të fundit të përballojnë në këtë mënyrë koston. Me pak fjalë, ky projekt jo vetëm që vendoset në funksion me vonesë, por mbi të gjitha prodhon energji elektrike me çmim më të lartë se tregu. Praktikisht, vendi ynë ka energji elektrike të prodhuar nga tecet lundruese dhe mund ta blinte këtë energji në vende të tjera të Bashkimit Evropian dhe ajo do të kushtonte më pak. Problem gjithashtu mbetet edhe lënda që përdoret për prodhimin e kësaj energjie. Sipas informacioneve, janë hidrokarburet që përmbajnë norma të larta të ndotjes. Praktikisht, me lëndët që prodhohet energjia elektrike, këto tece lundruese shkaktojnë një ndotje të normave të lejuara kur punojnë si në ajër por edhe në det, duke sjellë më pas një sër problematikash për Vlorën, për ekosistemin në New York dhe sigurisht për sektorin e turizmit në qytet.